Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Emisari special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen vlerëson se normalizimi i marrëdhënieve me dy vendeve nuk është një rezultat i vetëm një takimi, por një procesi të vazhdueshëm që zhvillohet çdo ditë për të përmirësuar jetën e njerëzve. Në lidhje me marrëdhëniet midis udhëheqësve institucional, të cilat ishin gjithashtu të tensionuara gjatë paraqitjes së fundit të përbashkët të presidentes Kosovës Vjosa Osmani dhe homologut të saj serb Aleksandar Vučić në samitin e procesit Brdo-Briunit në Durrës në 6 tetor, Sorensen theksoi se Bashkimi Evropian pret që udhëheqësit në rajon të tregojnë angazhim konstruktiv. Sorensen shtoi se dialogu i lehtësuar nga Bashkimi Evropian mbetet platforma për normalizimin e marrëdhënieve, si për Kosovën, ashtu dhe për Serbinë, rruga e tyre drejt integrimit në Bashkimin Evropian varet prej tij, deklaroi Peter Sorensen. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani akuzoi Serbinë se është dora e zgjatur e Rusisë dhe që vazhdimisht po tenton të dëmtojë sovranitetin e Republikës Kosovës. Në një diskutim në Universitetin Juridik në Gjermani, Osmani tha se në vazhdimsi bëhen dezinformata vetëm për të dëmtuar demokracinë. Në rajonin ton, Serbia, dora e zgjatur e Rusisë, vazhdimisht përpiqet të dëmtojë sovranitetin e Kosovës përmes destabilizimit, dezinformimit dhe duke përkrahur grupe terroriste kriminale. Qëllimi është të kthehet pas verdikti i vetë historisë për të zhbërë çdo gjë të demokracisë, apeloi presidenti Osmani. Përballja me Serbinë, sipas presidentes, vjen vetëm përmes aleancave me demokracitë. Kosova nuk do të friksohet. E dim se si veprojnë agresorët, çfarë mund të bëjnë dhe çfarë do të bëjnë nëse nuk ja dalim ne së bashku. Përgjigjja e dhunës është sundimi i së drejtës, përgjigjja ndaj propagandës është e vërteta, përgjigjja ndaj frikës është guximi i përbashkët dhe i ringjallur, përgjigjja ndaj agresorit që maskohet si paqëbërës është të kesh aleanca të forta, tha ndër të tjera Vjosa Osmani. Presidenti serb Aleksandar Vučić paralajmëron se vetëm njohja e Kosovës e ndan antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Në intervistë televizive, Vučić deklaroi se Serbia mund të antarësohet në BE para vitit 2030, por ka një tjetër çështje. Kosova, ne nuk mund dhe nuk do ta pranojmë pavarësinë e Kosovës, u shpreh presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Sipas tij, Serbia mbetet e rrezikuar politikisht nga situata gjeopolitike dhe se rreziku më i madh do të vinte nga një luftë e vërtetë midis Europës dhe Rusisë. Ai komentoi gjithashtu dhe protestat masive studentore që kanë tronditur vendin, teksa tha se po zhvillohet një luftë hibride. Një delegacion i shqiptarëve të luginës Preshevës i udhëhequr nga deputeti Shaib Kamberi i drejtojnë Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të shprehur shqetësimin mbi gjendjen e shqiptarëve në Preshev, Bujanoc dhe Medveq. Kamberi nënvizon se diskriminimi sistematik, militarizimi i zonës dhe pasifizimi i adresave po rrezikojnë ekzistencën e tyre politike dhe shoqërore në Serbi. Ai ka kërkuar angazhim më intensiv të SBA-s në mbrojtje të drejtave të shqiptarëve përmes monitorimit të situatës dhe mbështetjes institucionale, duke shtuar se të njëjta standarde që Serbia për serbët në Kosovë duhet të zbatohen dhe për shqiptarët në Serbi. Shqipëria dhe Izraeli mbeten partnerë të vendosur në përpjekjen për paqe, zhvillim dhe bashkëpunim ndërmjet kombeve tona. Mesazhi vjen gjatë vizitës së ministres së punëve të jashtme të Shqipërisë Elisa Spiropali në Izrael. Gjatë vizitës zyrtare ajo takua me ministrin e jashtëm Gideon Saar. Me këtë rast, kryediplomatët rikonfirmuan miqësinë e qëndrueshme që lidh Shqipërinë dhe Izraelin, një marrëdhënie ndërtuar mbi një respekt të ndërsjellë, kujtesë historike dhe vizion të përbashkët për të ardhmen. Ndërsa në takimin me kryetarin e Kuvendit të Izraelit, Amir Ohana, u theksua nevoja për fuqizimin e marrëdhënieve parlamentare mes dy kuvendeve. Ministri Spiropali vizitoi dhe qendrën përkujtimore të Holokaustit Yad Vashem, ku dokumentua përndjekja dhe vrasja e 6 milion hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.